Faleminderit kryesues, nderuar anëtarë të Kuvendit, ju falenderoj gjithëve për kontributin e dhënë në trajtimin e kësaj pike të renditës që konsiderohet si një prej pikave më interesante për një organizatë buxhetore, sepse bëhet fjalë është flitet për ecurinë financiare të komunës në dy segmentet e saj, në fushën e shpenzimeve dhe në të detyrave tanake, si burimi i dytë i bërjes buxhetit komunës sonë. Ecuria financiare janar-mars 2013 pozicionizohet në syrin ekonomik dhe buxhetor, mund të konsiderohet si është ecuri pozitive, po me elementet cilat janë të diskutueshme, elementet cilat edhe vetë ekzekutivi i trajton si çështje problemore, si çështje të cilat dëshirojnë, kërkojnë në fakt politika edhe më të avancuara për të pasuruar edhe më tej ecurinë financiare të detyrave tanake. Si komunë, ne realizuam mbi 779.000 euro detyrave tanake për periudhën janar-mars 2013, duke përfshirë dhe participimet e qytetarëve për projekte kapitale, si dhe detyrat nga donatorët të ndryshëm. Të këto dy detyra ne nuk ishim në plan sepse nuk mund të planifikojmë participimet dhe detyrën nga donatorët, ndërsa përjashtuar këtë ne kishim realizuar 720.000 detyrave tanake dhe po të krahasohet me planin, me qenë se ne deri tani si komunë që nga 2008 kemi qenuar një trend gjithëherë pozitiv dhe progresiv në detyrat vetanake, duke të kaluar për herë planin dhe vitin paraprak. Në këtë ecuri financiare në këtë periudhë ne kemi realizuar 80% planin buxhetor vetanak, i cili plan për herë të parë arrin vlerën mbi 3.6 milion euro, një vlerë të cilat komuna jonë asnjëherë nuk e ka pasur, dhe ka realizuar vlerën inkasuar të vitit paraprak për rreth 90%. Ekonomistët e dinë se po të realizohet plani, mbi 60% është rezultat i suksesshëm, rezultat i cili konsiderohet sukses për një organizatë buxhetore që ka arritur të realizojë një kohë të tillë. Ne e dimë që te kalimi i planit është diçka shumë më e mirë, po dhe realizimi mbi 60% e planit për një periudhë të caktuar është një rezultat i cili nuk mund të mohohet, po mund të konsiderohet si sukses. Po ashtu edhe 90% që i vlerës inkasuar të 2012-s mund të konceptohet dhe të analizohet po ashtu si thash edhe për planin. E hyrave tanake primare në komunën tonë në kodët e organizatës buxhetore si tatimin pron, po ashtu ka shënuar si çdo vit tjetër te kalim të vlerës të realizuar të vitit paraprak për 5.65%, dhe kjo vlerë korrespondon edhe me vlerën e paraqitur në tabelën e cila përshkruan në çdo detyrë duke vënë krahasim me planin dhe detyrat e realizuar të vitit paraprak. Ne inkasuam një realizim prej 47.27%, po them edhe një herë, nga 1.2 milion sa kishim planifikuar 2012-ën, ne tash i kemi mbi 1.500.000 euro vlerë planifikuar të tatimin pron. Edhe pse të kaluam 2012-ën, vlera e kuota e realizuar planifikimit tregon se këtu nuk kemi një kuotë që do të konsiderohet si e mirë, po gjithëherë them duke pas parasysh një plan aq lart të tatimin pron që kemi vëvojtës edhe si kuvend edhe si ekzekutiv për vitin fiskal 2013. Të hyrët nga qiraja u fol shumë këtu, në fakt te kaluam 2012-ën për mbi 89.50%. Po planin realizuam vetëm 41.39%. E kam përmendur edhe në Komitet për Politikë dhe Financa dhe këtu diskutua se shoqatat dalën nga lufta kanë obligimin më të madh që tashmë pothuajse ka arritur 80.000 euro. Dhe një operator tjetër, cili ne me të drejtë i kemi një marrëveshje që deri me 30 qershor të këtij viti të përfundon pagesën ose për ndryshe
ne e kemi njoftuar se do të ndërpresim kontratën për shfrytëzim të pronës komunës dhe si tillë nëse nuk e paguajnë ne do ta procedojmë në gjykatë. Siç kemi proceduar edhe shumë lëndë tjera të cilat tashmë presim verdiktet përfundimtare të gjykatës për ata që kanë shfrytzuar pronën edhe nga kalura që ne është bartur në pushtetin në 2008, i kemi proceduar dhe ende nuk kemi përgjigje. Mendoj që me 30 qershor do të përfundojmë këtë kapitull i cili mund konsiderohet si pikë jo e kënaqshme në raportin e tyrave vit për vit, ndërsa sa i përket shfrytëzuesve të tjerë të pronës komunës që kanë marrë me qira, ne kemi një performancë të mirë, një ngasim të mirë të atyre personave. U tha këtu se nuk kemi pas një planifikim profesional. Unë them se planifikimi ka qenë profesional dhe është profesional, dhe profesionalizmi i planifikimit të tyrave tanake e ka një kufi dhe ka një cenzurë. Cenzura po them është se e kemi një plan të limituar të qarkullës buxhetore. Dhe plani limituar i qarkullës buxhetore na i pamundson që ne të bëjmë një planifikim real. Ne e dim se që është planifikimi real dhe profesional. Mbi bazën e kësaj ne kemi planifikuar dhe mund themi që ja kemi përafruar duke ruajtur kufirin e planifikimit me qarkullën buxhetore. Po gjithëherë duke pasur parasysh se baza e planifikimit profesional është vlera inkasuar për 20 tyrave tanake në vitin paraprak. Dhe mbi bazën e saj kemi vepruar, por herë kemi diskriminuar disa lloj tyrav sepse planifikimi reale të kaloi ke kufirin e përcaktuar me qarkullën buxhetore. Nëse dhe një herë të kalojmë planifikimin buxhetor për tyrave tanake që ka dhënë qarkullja buxhetore e ministrisë, neve do të na i kërkohet të përmirësojmë planifikim punën në këtë kuvend, po përmes me maltretuar që 2-3 herë të vihet plani i tyrave tanake, ne obligohemi që të respektojmë atë. Mbi bazën e saj them një herë, kemi vepruar dhe kemi bërë një plan të tillë buxhetor. Sa i përket kurzimeve, se këtu u thotë se dëshirojnë ta zvetnojnë një performancë shkëlqyer që ka komuna jonë në tatimin pronë, nuk mund ta zvetnojmë me çështjen se ne kemi kurzuar me kryen veti. Kurzimi për tatimin pronë është mbi bazën e udhëzimit administrativ që ka lëshuar Ministria e Financave. Kur kemi marrë pushtetin, kemi ruajtur kontinuitetin të shumë vendimeve të qeverisë paraprakë. Po nuk kemi ruajtur kontinuitetin një vendimi i cili në 2005 i nënshuar nga kryeshefi i asaj kohe, ka kurzuar atë vendim ka kurzuar çdo qytetar të komunës sonë për çdo dokument, jo vetëm të tatimin pronë, po për çdo dokument të kurzohet dhe nuk guxon edhe familjarët e tyre janë kurzuar. A dokument ne kemi, po tham nuk e kemi ruajtur kontinuitetin e atij vendimi. E kemi zbatuar udhëzimin administrativ, i cili na lejon kurzimin dhe vetëm për disa elemente, për disa çështje administrative që është regjistrimi i veturës apo edhe të çështja e pronës. Ndërsa për çështje tjera, për shërbime tjera, nuk e kemi zbatuar atë vendim. Te çështja e shpenzimeve, realisht mund të themi se kemi një trend mirë të shpenzimeve. Ajo që u ngrej në kategorinë e pagave, unë dua ta sqaroj vetëm një gjë. Raporti 3 mujor nuk përfshin edhe shpenzimet e pagave për muajin mars. Sistemi fribalancit, kur ne nga i cili gjenerojmë raportin të dhënat për mi paraqit në kuvend, ka një prerje me datën 31 mars 2013. 31 mars i 2013 nuk i kanë vete shpenzimet e kategorisë paga për atë muaj, sepse ne marrim pagat deri me datën 5. Me datën 5, kur ti marrim në pagat, atë raporti i balancit e gjeneron si procesim të shpenzimit kësaj kategorie. Muajin 12 i vitit fiskal
nuk mbyllet me kategorinë e pagë me datën 31/12. Edhe pse ne pagët i morëm më herët, për këtë arsye organizatat buxhetore obligohen që gjenerimi i raporteve përfundimtare të jetë deri me 15 janar dhe pasqyrja financiare të dorëzohet më së largi deri me 31 janar të vitit vijus. Me drejtë e kanë konstatuar se një çuri e tillë në rast se 11 milion janë paga në kategorinë e pagave dhe janë shpenzuar 16% dhe flitet për 3 mujor, atëherë realisht një matematike thjesht rezulton se do të mbetet suficit. Po ne siguroj se nuk do të mbetet suficit dhe them se nuk ka punëtor që punon në komunë, administrator në komunët, i cili nuk e ka marrë pagën edhe të muajit mars. Sepse po të ndodhte kjo, do të kishim një revoltë dhe sigurisht do të njoftohen gjithë deputetët. Kategoria e shpenzimeve kapitale krahasuar me vitin paraprak ka shënuar një ngritje. Vjet kishim një shpenzim në këtë 3 mujorsh edhe pse nuk kemi zhvillim të projekte kapitale, por pos shpenzim në këtë kategori për projektet cilat kanë qenë në 2012 projekte 2 vjeçare. Një projekt i cili është 2 vjeçar mund të shpenzojmë, mund të paguajmë faturat e bartura nga viti fiskal paraprak në vitin fiskal vijus, sepse kemi alokim të kësaj kategorie qysh në muajin janar. Nuk kemi zhvillim procedura, po jo fillim të implementimit projekteve të 2013. Dhe kjo vlerë ofër 1 milion euro të shpenzuara, realisht është mjetet që janë shpenzuar për projektet cilat janë bartur dhe kanë qenë projekte 2 vjeçare dhe faturat e bartur janë paguar në momentin ku kemi pasur alokim. Besoj që i dhash përgjigjen nëse ka diçka tjetër në janë. Faleminderit drejtor. Ndëgju sharimet e drejtorit, besoj që nuk keni nesër me kundërshtu. Jo, replik, veç pyetje për sharem, se replik s'ka këtu. Mos pajtem. Mos pajtem, As pozitën jo, se jam shumë i sigurt, po edhe nëse është ashtu çush e tha drejtori, nuk është justifikim. Për arsye se ka ndru krejt organizimi i kuvendit komunal ose i administratës komunale. Ai organizim ka qenë me rregulloren 2025, ka rregulloria 2730 dhe tash dikun 2008 apo 2009 e ki ligjin për veçeverisjen e komunave. Edhe po të ekziston ai vendim i atij kryeshefit, që unë dyshoj se është dhe kisha dashur me pa, nuk është justifikim të thirret se është ai vendim dhe na sot e zbatojmë. Kur ligji e ka nxjerr prej përdorimit, do të thotë është nxjerr këtë ligji, këtë forma organizative ka ndryshu, ju po thirreni në atë. E dyta, zotni drejtor, tatimin pronë është e hyrë vetanake e komunës. Ky kuvend ka kompetencën e plot, me rrit, me zvoglu, me fal, mos me fal, s'ka drejt hiç, se ligji se lejon, por nuk mund të thuhet se ekziston një udhëzim administrativ i dikujt atje që ka thonë unë kush zoni qytetarët e ju. Nuk është justifikim, nuk është arsye e qëndrueshme që nëse është një udhëzim administrativ, po edhe nëse është ai udhëzim administrativ është antiligjor dhe kundër kushtetues. Këtë po ja u them vetëm me një fakt për ta vërtetuar që është kundër kushtetues, që RTK jam duket me kekun e kanë pas një marrëveshje për m'ia marr ka 2-3 euro për çdo fakturë dhe gjykata kushtetuese e ka rrezu. Domethënë edhe kjo është antikushtetuese. Nëse ekziston kjo formë, për mua nuk është në rregull. Unë e di që ndoshta gjitha shërbimet administrative nuk janë të kuzuar, po disa po, edhe ju vetë pranut se disa po, po megjithatë mbetet çështja që dikush duhet të jep llogari. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Atëherë pas fjalës drejtorit, besoj që s'kem nevojë me urna drejtor. Unë nuk thash se jem duke zbatuar një vendim, thash ekziston një vendim, edhe pse detyrohemi që në kontinuitet të zbatojmë vendimet e atyre që ishin në pushtet më herët,
zbatojmë thash një udhëzim administrativ të Ministrisë Financave dhe pikrisht për këtë ne kemi pasur një takim me Obdus Personin e Kosovës, kur e ka pasur udhëzimin administrativ, edhe ai është bindë që ne veprojmë konform një urdhërese, më them, ligjore. Nuk ka diçka këtu të diskutueshme, çështja e kurrëzimeve ka dhënë rezultat. Rezultati në tatimin pron ka dhënë një rezultat tjetër. Kemi ngritur vlerën e investimit kapitali nga 2 milion e 7 milion. Nuk është kurrëzim për të inkasuar tatimin pron dhe për të mos rritur investimet kapitale. Është kurrëzim për të rritur inkasimin tatimin pron dhe për të shtuar mirëqenien e qytetarëve të komunës sonë. Dhe këtë e kemi arritur. Ajo është çështje pak a shumë tjetër se për këtë kësaj ecurisë financiare na u njoftuam edhe në ecuria financiare është kjo që u prezantu. Nuk e di a kem nevojë me votua jo, po besoj që pajtohemi të gjithë që është kjo që u prezantu. Kalojmë në pikën tjetër të rëndit të ditës kur ta kryjmë të pestën. Rekomandim për dhënë, shëqa, kem shumë pika dhe nëse fillojmë me pauza, asnjëherë nuk po ktheheni me kohë. Nëse fillojmë me pauza, sigurisht deri mbrëmje së ne kryjmë. Rekomandim për dhënë shfrytëzim të tokës së komunës investitorit italian EFEGI i regjistruar në Kosovë si Kosova Gaz. A dëshiron dikush ta marrë fjalën për këtë pikë të rëndit të ditës? Faro Kurdo. Fillimisht, gjithë anëtarë të kuvendit e dim që kemi qenë jashtëzakonisht të gëzuar që do të vije një kompani italiane dhe do të instalon gazin, edhe kështu që në këtë formë do të ndihmoj qytetit, edhe në prej atyne fakteve të cilat mu vazhdimisht më ka brengos që ndoshta kur vje gasi edhe do të ndalet edhe prerja pyjeve që shka thonën Dulla dhe Ylberi. Po, gjatë shikimit këtij rekomandimi, sinqerisht, unë e shoh një jo seriozitet të kësaj kompanie, EFEGI, që thot të ndohet prej si përfaqës publike prej 3 hektarëve, investitorit italian, e cila është regjistru si filial Kosova Gaz me afat prej shfrytëzim prej 99 vjetëve. Ne në është thonë fillimisht që do të investoj 18 milion euro, do t'i punësoj 400 punëtor, edhe do t'a baj kyçjen e shtëpive tona me gaz. Certifikatën e regjistrimit cilin e kemi, aty thot se kapitali i përgjithshëm është 1 milion euro. Edhe ai që ka ma shumë pore, so pore që të ka biles poku pak për më livdu i qëtë këtu. Do të thot kapitali fillestar është 1 milion euro. Ajo tjetra që ka në banë pak me dyshuja pak po shumë falni, do të thot është regjistru me 14/5/2013. Nuk dione si ta quj këtë formë shpejtume të regjistrimit kësaj ndërmarrje, kësaj kompanije që si me thonë. Pastaj këtu i kemi pronarët, emri thot Agron Krasniqi, pastaj e kemi, do të thot edhe shumën e kemi Francesco Campini, edhe
Pasquale Cristiano, ju lutem, e gjithë kjo është një çështje e cila po na tentohet që na vinjet për para, është një çështje jo serioze, është një kompani sipas meje, me thonë fantome, se të thuhet që do të investoj kjo kompani 18 milion euro, a e ka kapitalin themeltar prej 1 milion euro, është absolutisht jo serioze. Kush do t'i jep këtij personi, kësaj kompanie, një kredi që e ka prej 1 milion eurove, çfarë investime do të baj, kur e dim se për një qytet do t'jes poku një kapital që parafarsisht dikun 80 miliona, 90 miliona. Edhe do të thotë kjo i përngjan asoj fabulës që fëmiu i ka thonë babës, kur e ka gjetë një patkue, thotë babë, thotë një patkue ku më gjetë, tash më vynë veç edhe 3 patkue edhe një kali. Edhe tash, do të thotë pak, tash cilja është arsyeja, cili është serioziteti i kësaj kompanie, e Fexhi që thot i kam 1 milion euro, do të investoj 18 milion euro në Ferizaj. Cila është? A deni mu më tregu se është absolutisht jo serioze. Jo, në di që mundohet mu me lisyt, po pak se shtiro se janë faktet, është kjo që e kanë antarët e kuvendit. Edhe për këtë arsye, ne, si grup parlamentar, kërkojmë që për këtë kompani jo serioze, kjo pike rendit ditës t'hiqet prej rendit ditës tash. Faleminderit kryesues. Faleminderit, Ferop. Mas pore ka vi me kërku me jek, jo me diskutu të në me jek. Unë deshte pak me diskutu me ju ka zupa. Faleminderit. Urna Ramadane, ka lyp të në Rafizit të në me dajnë. Faleminderit kryesues, përshëndetje për gjithë. Këto që i tha shefi grupi parlamentar ekzistojnë se sipas dokumentave që kemi, por ne kemi edhe një certifikat biznesi tjetër që kjo kompani e ka regjistruar diku në fillim të vitit dhe ato shënimit janë kontradiktore tash me këtë që ka regjistruar në maj, do thot ai shumën kapitale e ka 100.000 euro, tash e ka regjistruar tjetër me 1 milion euro, dhe më hanë kapitalin e përgjithshëm. Pse janë regjistruar dy biznese me tjenti person, adresat janë të ndryshme, njëna është në rrugën Zenon Beqa, tjetra në adresën tjetër. Vërtet është një diçka që për na lën me dyshu që diçka s'është në rregull. Edhe ato që u tham më herët, është e vërtet që unë konkretisht jam gëzu kur kam dëgjuar se dikush po vjen me investu me 17 milion në Ferizaj, sepse është një arritur shumë e madhe. Posaçërisht për çështjen e energjisë, domethënë për ambisni që tash kalohet domethënë me gaz, është një bukur e mirë dhe do të ruheshin pyet, por vërtet kjo situatë tash që me këtë jo seriozitet të kësaj kompanie më lën me dyshu se diçka nuk është në rregull dhe ne aty do t'ja japim asaj një pjesë parcelës me 3 hektar atje për të shfryzuar për 90, mendoj që diçka nuk është në rregull. Jemi për ndihmu investimet e jashtë çka ka ndodhur, për shkak se mund duket se është një seriozitet. Në momentin 2 muaj e 3 i ka regjistruar 2 biznese në Ferizaj. Dhe kjo nuk di, për shkak të kur po kërkon, po antarët e Komitetit Politike Finance i kanë të dyja. Po shihet që dikur po kërkon ku janë 2 biznese, vetëm antarët e Komitetit i kanë të dy lloj shënime që janë të regjistruar të 2 biznese, prandaj është mirë bisedohet dhe të sqarohet çka vërtet ka ndodhur këtu, sepse kemi të bëjmë me pasurinë e qytetarëve me tokën komune. Faleminderit. Faleminderit, Ramadan. Urna Rafiz.
Kjo pikë ditës së komunikoj kështu pak kuptimt. Nuk është ky kapitali përgjithshëm i firmës prej 1 milion eurës. Kapitalin e përgjithshëm dhe referencat na i kemi pas më herët, ky kuvend e ka pas atë material. Ky është kapitali i nevojshëm për regjistrim dhe është kapitali fillestar. Kështu duhet ta kemi qartë, duhet me njënohet kjo dyshim. Sa i përket çështjes të regjistrimit të 2 firmave, që u thirr më herët të senatorët e komitetit e kanë. To nuk është problem që janë 2 firma, por regjistrimi i parë ka qenë si SHPK, dhe i dytë janë si shoqëni aksionare. Domethënë njëra prej tjetrës dallojnë. Dhe natyrisht për të regjistruar një firmë është rregulluar me ligj se sa duhet jenë mjetet fillestare. Unë mendoj se tema e diskutimit duhet drejtohet në vijën tjetër, të çështja e marrëveshjes, se si ta bëjmë atë marrëveshje, sa më mirë që ta kemë këtë firmë më në kontroll dhe natyrisht të realizon marrëveshjen të cilën e ka dhënë familjes. Faleminderit. Me dajen. Faleminderit. Unë e deshta me diskutu për arsye se është një investim mjaft i madh i cili do të bëhet në komunën tonë dhe kjo kompani do të thotë që është hera 3 që diskutohet për këtë projekt dhe herën e parë ka prezantuar do të thotë se do të investoj ato mjetet, do të thotë që ka garantuar do të thotë rreth 18 milion dhe punësimin e 400 punëtorëve. Unë pikërisht në këtë kuvend kam kërkuar që kjo kompani do të thotë në anën tjetër të sjell edhe një garancion në betim se në momentin nëse nuk investon dhe planin se si do ta bëj investimin, do të thotë ne nuk do të merremi në diskutim. Kjo kompani, sipas informatave që kam marrë, sepse jam interesuar për një investim kaq të madh, do të thotë është se ka pas probleme do të thotë rreth ministrisë, do të thotë sepse nuk kanë qenë të njoftuar do të thotë për projekte të tilla, sepse është një projekt i parë i cili do të bëhet në rajon dhe ka pas shumë elemente specifike teknike të cilat janë analizuar me shumë tërë, do të thotë në ministri. Elementi tjetër është se çdo kompani e cila është shoqëri aksionere, do të thotë nuk do të thotë që kapitalin e vet do të thotë që cekët këtu si i përgjithshëm, kupton kapitalin e përgjithshëm të aksionerëve në momentin e regjistrimit, por nuk nënkupton kapitalin e kompanisë e FEGJI, sepse kjo është një biznes tjetër, që është Kosova Gaz shoqëri aksionare, dhe kapitali i kompanisë e FEGJI na është prezantuar do të thotë në seancën e mëhershme, soko kapital dhe soko me investu. Ona tjetër është se cila shoqëri aksionere e ka një akt të themelimit dhe e ka statutin e kompanisë, ku janë të precizuar të drejtat dhe detyrimet e aksionerëve. Në këtë rast, do të thotë kjo kompani është një kompani sipas mendimit tim që ka dhënë një garancion ku ne si këshilltar në mënyrë parimore jemi pajtu që ta bëhet garancion dhe ta vërtetoj. Ajo e ka bë, po ne çka mundemi me kërku, do të thotë është se shumë lehtë mundet me u bë një kërkesë, ne më ia dhënë në shfrytëzim, mirë po kjo kompani më na i sjell një garancion ku e lëshojnë kompanitë e sigurimeve, e lëshojnë bankat, mbi investimet që do t'i bëj 18 milion. Por nuk mundemi ne më ia dhënë tokën në shfrytëzim pa i kry procedura, do të thotë, sepse nëse ajo nuk i ka dhe një shfrytëzim të mjetëve, na mundemi me kufizu që i jepet shfrytëzim po pas sjelljes së garancionit. Mendoj që këto janë elemente që ne do të mi kërkuar marrëveshje, po aspekti ligjor kërkon që na fillimisht ja japim shfrytëzim tokën, ajo të bëj planin, prezantimin ku do të investoj dhe në atë mënyrë do të thotë të plotësohen si dokumente shtesë. Por, pse mundet me investu 18 milion, mundet me investu edhe 200 milion, edhe me pas 1 milion kapital. Këto pe folin aspektin e
arsyeshmërisë ekonomike që mundet me prezentu të banka. Pse? Kjo është një kapital fillestor 1 milion, por mundet me kërku që edhe bankat jenë aksioner të këtij projekti. Ekziston ajo mundësi ekonomike, sepse bankat mund me qenë participus në këtë projekt nëse e tregon arsyeshmërinë e investimit që ka bo. Ai paraprakisht, para se me bo kërkesën, ai ka bo studim të fizibilitetit të interesit ekonomik, ku si bazë primore ka marrë komunën e Ferizojt, në mënyrë që ta zgjeroj këtë rrjet edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në vende tjera, po si test në rajon të jetë komuna jonë. Ne duhet jemi krenar që vjen një investitor kaq i serios për këto investime të cilat do të bëhen. Prandaj, unë kërkoj se është shumë projekt i rëndësishëm dhe duhet që ta përkrojmë një iniciativë tillë që të jemi shembull do të thotë edhe për komuna tjera për investimet e jashtme në komunën tonë. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Ethem. Unë jam pak skeptik për këte, por me gjithatë gjithmonë e kemi përkrah çdo iniciativë që është parashtuar këtu në kuvend dhe dhash Zoti që mas 6 viteve të ketë një program që do të ketë sukses. Unë kam 2 pyetje. Si aksionar lajmërohet këtu 3 italianë dhe 1 shqiptar, Agron Krasniqin, që ose ka mundësi më dhënë informata kush është ky person. Edhe e dyta, thot këtu një adresa e biznesit në rrugën Zenon Beqa numër 12. Në rrugën Zenon Beqa numër 12, është një rrugë para rrugës teme, aty s'ka kur farë firme të regjistruar. Nuk e di në qovë se u lajmëru dikush në shtëpi. Faleminderit. Faleminderit kryesues. Është shumë e vërtetë se në këtë seancë në këtë kuvend, domethënë para disa muaj kemi debatu për këtë pikë të renditës që tash e kemi në rendite dhe po thamë me njoftimin që na është bërë se një investitor nga Italia do të vjen, do të investon atëherë në shton 17.8 milion, që ashtu bëhet 18 milion, ka thonë, dhe do të punësoj 400 punëtor, ne kemi pritë shumë mirë këto. Jo veç nga si kuvendar, po edhe të gjithë qytetarët të komunës sonë që kanë dëgju, janë gëzuar për këtë lajm të mirë, që në komunën tonë po investohet 18 milion euro dhe 400 punëtor po punësohen. Por këtë gëzim tonë dhe qytetarëve po më duket ne kanë zbejë shumë ky material që sot kemi para vetes. Kjo kompani italiane, që në fillim na shton vesh është italiane me emrin FEGI, që tash është regjistruar me emrin Kosova Gaz, edhe është shumë interesant. Po them edhe kështu bashkë në Komitet për Politikë dhe Financa na ka dorëzuar një material që tha është regjistruar një si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, edhe është data 15/2/2013 data e regjistrimit, po atë ditë pas 3 muajve, domethënë me 15 të 5, pa ja ditë çka 15 të 5 u regjistru si shoqëri aksionare. Në këtë dokumentin e poshtë që na ka sjellë në komitet, që thash muajin e 2 të regjistru shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, thuhet që kapitali i përgjithshëm, nuk thuhet këtu kapitali fillestar, por thotë shumë mirë kapitali i përgjithshëm është 100.000 euro. Dhe thotë se pronor të kësaj, këtu thotë janë pronor me persona juridik, jo persona fizik, po persona juridik, janë 3 kompani, njëna ka 49.000 euro përgjithësi pjesën në prunë, njëna e ka 5.000 euro dhe tjetra 46.000 euro, që të 3 kur ti mbledhëm total në japin 100.000 euro që kanë kapitalin e përgjithshëm. Ndërsa në këtë dokumentin tjetër që kemi, në këtë dokumentin thuhet se u regjistru firma me 15.5 tash u regjistru si firmë aksionare, që ka një kapital të përgjithshëm me 1 milion euro, dhe është shumë interesant këtu thuhet dhe do t'i punësoj, mos gabofsha thotë do t'i punësoj dikon 5 punëtor. Ndërsa me 100.000 euro thotë i ka 3 punëtor, 5 edhe 3 është dallimi i punëtorëve, 1 milion me 100.000.
regjistrimi i dytë, Kosova Gaz, shoqëri aksionare, këto qartë përmenen emrat e drejtorëve të burdhë, mos ka fusha. Thot, pronorët dhe Pro këtu kemi dhonë 1 milion euro. Unë dyshoj, po thamë dyshoj, në sinceritetin e kësoj kompanija. Derisa në fillim, na ka thonë se do t'jetë vetëm italiane, tash të përmenet edhe një bashkëpronor që është një shqiptar me mbi emrin Krasniqi, edhe vlera ose total kapitali përgjithshëm 1 milion euro me investu 17 ose 18 milion euro, mu po më duket jo fort serioze, po unë mendoj që do të shiqoj mirë, unë e pajtuana me medajinin që tha pa herët, është mirë që ati t'i kërkojmë nëse ka kapital të përgjithshëm, në të najbje prej banka, prej senso ka kapital të përgjithshëm, mos i ta kemi dokumentet të gjitha që na duan, atëherë na është mirë të morëm një vendim, mos të morëm vendim që më dhonë 3 hektar tu, edhe pse na në parim, edhe nëse onë se para 5-6 muajve jena kam pajtu të gjithë, që më dhonë 3 hektar tu. Po ta në thamë është mirë, të sqaroj mirë, në të najbje dokumentat si që duhet, të dim sinqerisht që ajo është njëri sinqer dhe është kompanije sinqer dhe krym punët ashtu si që ka deklaru. Faleminderit kryesues. Po besoj që kolegti thanë thuja se gjitha, po i përsërisim, po se cilin atë kondin e vetë, janë 2 dokumente për t'i pot, të cilat na janë prezentu, janë fakte ato që i thanë kolegë që bot fjallë për 2 lloj kompanije, po që shdu shtuj, edhe numri i certifikates është tjetër numër, i regjistrimit, selia është tjetër seli, kapitali përgjithshëm është tjetër kapital, dhe numri të punësuve është krejt tjetër, dhe me thonë të është ne mas pari duhet të definujmë për cilën jemi të folë. A jemi të folë për 100.000 euro, a për 1 milion euro? Dhe me thonë i kemë 2, unë i kom 2, nuk i kom të shpik, dhe unë gjithmonë i referohem asaj që i shkruan këtu. Nuk i jap të drejt vetit që të gjykoj se sa serioze aja kompani, se nuk i di. Aja mund tjetë shumë serioze, por në bazë kësaj që na është prezentu neve, unë dëshiroj që të diskutoj, dhe mendoj që kolegë nderuar, është një çështje shumë me rëndësi të madhe dhe nuk duhet diskutu bardhë dhe ze dhe nuk duhet mashtru veten me teori utopike se mund të bëhet kjo, mund të bëhet ajo, mund të bjen edhe një meteorit, ajo mund ndodh, po neve na është prezentu këtu në letër dhe në bazë kësaj letre që është prezentu, unë nuk po mund ta bindi veten. S'kam problem me atë kompaninë, po unë sun po e bindi vetën se tash me kem punë. A me këtë italianin që është e fregjia, që shke dikon shkruan, e fegi, apo kemi të bëjtën me Kosova Gaz, që i ka 1 milion euro kapitali përgjithshëm, dhe ata të cilët janë të kësaj lamije e kuptojnë shumë qartë, se çka është kapitali përgjithshëm, dhe çka në mjetet xhiruse. Po të janë mjetet xhiruse 1 milion, prap janë shumë pak, e mos flasmi kapitali përgjithshëm, se në kapital përgjithshëm pjesëmarrja e mjeteve xhiruse mund të jetë 5%, 10% që nuk e di mas vetë, po kapitali përgjithshëm tu thotë shumë mirë, kapitali i përgjithshëm. Dhe në këtë kapital përgjithshëm që ka 1 milion euro, ka të punësum 5 punëtor. Kompania me kapital të përgjithshëm 1 milion, me të punësum 5 punëtor, të vjen dhe të investon 18 milion euro në Ferizaj, është masë e mirë se ardhën. Nuk ka diskutim, pa do të ndodhë kjo. Pikpyetja është këtu. A do të ndodhë kjo? Sa është serioze? Unë s'po thoma ja kompani, po ky material. Ju dini që kemi diskutu dhe unë kom qenë ajë që kemi kërku flet garancionin dhe kom dalë në këtë foltore, kom thonë se kjo letër që është prezentu, para 2, 3, 4, 5 mujve se disa, nuk ka qenë flet garancion zyrtar. Nuk e ka garantu as banka, as kompanit e sigurimeve, por aje ka dhoni letër të vetën, së kur unë me dhonë sëtë për Sajt Krasniqin se mundet me bo qëto qëto. Po, shlypët për Sajtit, po për shefit e më, shefi se ka dhonë.
Do të thotë edhe e flet garancion ka qenë me një pikë pyetje. Prandaj këtu kemi të bëjmë. Mos ta kuptojmë se jemi kundër. Se vetëm një krisun 3 herë në kokë, se jo është një herë, mund të jetë kundër investimit 18 milion dhe të punësimit 400 vetave. Por, e tha dikush këtu se me dokumente tjera shumë e vërtet. Por ne nuk po kemi mundësi qirat me i regullu. Një kontrat qirave që mund tjetë me 2-3 mjerë, 5 mjerë, nuk e di sa, 200 euro, 100 euro në mujtë, nuk po kemi mundësi me kontrolu, me korrigju dhe po kemi mundësi një investim prej 18 milionve, për mu është me një pikpytje. Nuk jam kunder, absolutisht jo. Jam me kam dhe krye që investimit të ndodhë në Ferizaj, dhe zotit punëson ata njerës, po në bos që sot që po shkruan këtu, e ndoshta janë letra tjera që na nuk i kemi po, dhe ne nuk mendoj që jemi profet, ta dim se çfarë informata ka dikush tjetër, kuj ka siguru si pas informatav që i dit dikush, unë i bazona vetëm kësaj që i shkruan këtu. Prandaj për mu mbetet zotni kryesus pikpytje. Kapitali përgjithshëm 1 milion, të punësum 5 punëtor. Këtë parën po e la, po thëmë se është gabim, kanë gabu diçka se janë detyru me korrigjuse, është me emën, me mbi emën, me seli, me numër punëtorëve, me kapital, që plotësisht janë 2. Por po e lam të parën, po e morë me 2-tën, se edhe ashtu si material ka orë dhe 2-ta, 1 milion. Me 1 milion euro, me 5 punësum, unë dyshoj, po të thëmë sinqerisht, dyshoj se aj njëre ka vesh një qantë edhe ato mundet me 1 vegas, me 2 vegas e ka. Prandaj keni kujdes se kemi të vajtur me pronë, e cila është 3 hektar, e cila i për 99 vjetë, është thonë atëherë se është italian, tash këtu në letra në del që është edhe një shqiptar, dhe fatmirësisht që është Krasniq, bile mund të kem në i kushëri të zonë, Faleminderit. Po orë Rafis. Du mja përmen armi Krasniqit se do të lijem nga këtë në të afrezon për replikat. Shë që unë nuk besoj që zotë Krasniqit nuk e dikte, që kjo nuk është kapitali firmës, edhe firma italiane i ka këtë kapital edhe i ka 5 punëtor. Aja firma italiane ka një bazë dikon tjetër, ka një numër të punëtor dhe ka një kapital tjetër. Po për shkaqe të veprimit është dashur të regjistrohet këto, ti e di që shkon kjo punë, edhe natyrisht në regjistrim për fillim i ka angazhu 5 punëtor. Nuk do të thotë që firma është me 5 punëtor, por janë të angazhu në momentin e regjistrimit 5 punëtor, kurse kapitali i tij dhe numri punëtorëve të tjerë është krejt tjetër. Sa i tjetë dhe mirë, ta kishton një tjetër që smirët me biznes, s'do të kisha diskutu. Falmirës. Dikush tjetër? Urna. Tezë plotësisht ki të drejt, por unë dyshoj. Unë nuk po thëmë se kompania italiane dhe e thash pas unë pas kengu. Nuk jap vetit kompetencë të drejtë që të merrem se sa serioze e kompani, se nuk e di. A mund tjetë ma serioze në Evropë. Por në bosë kësoj që është prezentu, na sot a kemi me vendosë për qëto letra që i kemi në tavolin, apo për ato që mund t'i kemi. Ky është problemi. Dhe po të thëmë një nga përvoja e biznesit, ma se ketë kalzun këtu mesele, po e thëmë edhe një të vërtet. Për të dhënë një garancion bankar për ta garantu një ofertë, Banka biznesit privat që aty kemë budgetin, ka që komision me orë me këqyr, edhe ajo është 100 e dishka mjera, me këqyr kapitalin, me këqyr macinat, me këqyr krejt ato, dhe në fund të ka po që e serioze dhe e ka dhonë. Dhe të të mu këtu së pëmdu këtë serioze, se së pëthom që së është kompania mund tjetë. Faleminderit. Dikush tjetër atë dëshiron me diskutu? Pa, dhe be, se di pse. Unë, urnor, da. Emrin s'ta ka përmen, pa hajtë. Urnor, da. Veç dhe ishte edhe diçka. Kapitali i përgjithshëm, nën kupton kapitalin e përgjithshëm të aksionerve, që janë. Po nuk nën kupton kapitalin e përgjithshëm të kompanisë që mundet me pas.
Po që është me lezë më renat ligje do të mikëshyr, është ligje mbi regjistrimin e shoqërive tregtare. Është ligje, tash nëse doj me bo, i gore muj me bo. Aty ka pos 3 punëtur. Unë si këshilltar komunal, unë jam të debatu për një kompani e cila është Kosova Gaz S.A. Shoqëri aksionare. Po jem të diskutu për një, aty ka pos 3 punëtur të 5 punëtur. Pse e ka selin aty? Kompania mundet me pos selin ku dënë. Po mundet me posën investimin. Tha zoti Krasniqi që garancionin bankor do të me pos ato. Garancioni bankor mundet me umor edhe nga Italia, mundet me umor edhe nga Gjermania, për me prezentu komunën tonë që aja garanton për një kompani që është e këtuj, e Kosovës. Garancionin na po themi që në rregull, po ai nuk mundet me kërku garancion kurse ka shprej, ju e dini shumë mirë kur shpallet interesi përgjithshëm, ai asnjë procedurë nuk mundet me inicu pa dhonë pëlqimi na për shpalljen e interesit përgjithshëm. E pastaj na muna si kuvendor me kërku që në momenti kur ta kryjm këtë punë, punën e parë, atëherë me kushtëzu në marrëveshjen që e bën kuvendi komunal me kompaninë. Mi specifiku disa elemente shtesë, po ligje kërkon që njerë mu bo shpollja e interesit përgjithshëm, pastaj mu inicu këto procedura tjera. Faleminderit me tani. Dikush tjetër? A banën e me dhënë fjallën vetërve? Faleminderit. Këtu si antari Kuvendit, jo si kryesues. Nëse besoj që të gjithë e mo e men, po e rikujtaj. Muin tetor, me urgjencë është kërku që të futët në renditës çështja e një prune që fillojnë procedurat e inicimit për krijimin e zonës industriale. Dhe automatikisht me prioritet që të jipët firmës e Fegji për investimin e gaz sjellësit në Ferizaj. Dhe me kënaqësi e kemi prit edhe kryesuesi, edhe Komiteti për Politikë e Financa, edhe Kuvendi dhe besoj edhe gjithë qytetarët që do ta kemi një investitor serioz që do të investoj edhe në të mirë qytetarëve, edhe do të punësoj shumë qytetarë që është thonë atëherë parafarsisht 400. Dhe krejt kjo është bo me urgjencë se me një nëndor do të filloj puna. Dhe dyshimet kanë fillu qysh në ndorë, kur nuk kanë fillu punimet, e deri me sot, kur në këtë moment, kur ne diskutojmë, në fatë prej 3 muajve a i regjistron 2 firma. Pse ka ndodhë regjistrimi 2 firma? Ne në komitet e kemi diskutuar në radhë parë një firmë, shoqëri me SHPK, shoqëri me përgjësi të kufizuar edhe që ka qenë me një kapital dikun me 100.000 euro. Dhe kur ne kemi kontestu se një firmë me një kapital fillestar për 100.000 euro në Kosovë dhe në Ferizaj duhet të investoj rreth 18 milion, është diçka absurde ose diçka që t'le me dyshu, ne u ka thonë se ja, mos u kutni se s'është kjo firmë, është një firmë tjetër. Cila firmë? Është një shoqëri aksionare që i ka 1 milion. E që edhe në 1 milion realisht prezentohet një certifikat të 1 milion, po kur e këshyr pak më mbrapa atje i ka 800.000. Do më nuk i ka 1 milion. Me emër dhe me mbiemër, ne kema Grën Krasniqin që i ka 600.000 euro janë kapital i një shqiptarit Soareke, si na si dim kush është. Po s'ka rëndësi. Ai ka mund me qenë atje bashkë aksionar me ta dhe ka kriju një firmë. Edhe i ki prape edhe 200.000 prej Italianit nga Ferencia, Francesco, s'është me rëndësi. Bojnë 800 nuk, bojnë 1 milion. 200 nuk janë. Është çështja tjetër. Ne jam të diskutu sot për 2 dokumente që shkruajnë njëjtën formë. Rekomandim për dhënien shfrytëzim të tokës së komunës investitorit italian e Fegji. Edhe në këtë te ku kem firmë aksionare edhe këte me përgjithësi të kufizuar. Është e njëjta firmë, i ka 2 adresa, i ka 2
regjistrimet bizneseve, i ka 2 biznese, për cilën bëhet fjalë. A bëhet fjalë për biznesin e parë, për biznesin e dytë, cilës jem të ja dhënë shfrytëzim tokën. Këtu i kem 2 kompani, 2 certifikatat biznesit, me numrat ndryshëm, me adresat ndryshme, me pronor ndryshëm. Edhe ajo shka është hala më interesant. Pronori që figuron në certifikatën e parë të regjistrimit nuk figuron në certifikatën e dytë të regjistrimit. Domethënë është dikush ke tjetër. Megjithatë, unë jam për çdo investitor që sjell investime në Kosovë, në Ferizajnë veçanti, ta përkrahojmë dhe ta ndihmojmë. Po dyshimet janë shumë të mëdha se nuk ka asgjë serioze. Absolutisht, unë s'po dyshoj shumë që mund të ketë diçka serioze për faktin se nuk ka ndodhur ashtu siç është prezantuar. Na ka prezantuar edhe garancioni bankar, na ka prezantuar edhe një firmë shumë prestigjioze në Itali që do të bëj mrekullin Ferizaj. Prej mendorit deri tash kanë kalu 6 muaj, 7 muaj. Nuk ka ndodhur kur gjë. Edhe prap shka është tjetra për dyshu që prap edhe për këtë sonë që jem të e mojtë sot, është insistu me urgjencë, me fut në rendite, sepse ditën e hanë dhe të filloj puna. Sot jem të martën, e mërkurën vërtet, ka qëndosh të filloj punën me datë 27, s'po kom pros prezentimi që është bo, sot ministrën jem ka e mojmë sa oncën, akoma s'ka marrë një vendim t'il, edhe këtë këto janë elementet që na japin me dyshu. Megjithatë, unë nuk besoj që në dikush kundër investimeve, sidomos të në Ferizaj, pas në Kosovë kërkush s'besoj, po duke i po çdo dokument dhe çdo letra që na kanë prezentuar edhe prezentimet me fjalë si na kanë bë, s'besoj që do të ketë diçka serioze. Një 2-3 herë na kanë ndodhur, nëse rikujtojmë pak ka shumë kthehemi mbrapa, që kemi pas si kërkesa shumë urgjente, shpejt kena marrë vendime dhe nuk është investuar asnjë cent. Inshallah kësaj radhe nuk na ndodh, me shpresë që do të ketë diçka serioze, po në bazë që dy në letra çysh i kem, nuk besoj që mund të kem serioze. Faleminderit. Urna drejta. Faleminderit kryesues. Shumë vështirë kom pas me qëndru deri tash, me ndëgju krejt të fjalë që më besoni për një fakt. Sepse po flitet për një investim mbi 18 milion euro, po flitet në kuvendin e komunës, po flitet për një projekt i cili do të punësoj mbi 400 punësuar, dhe po flitet për një projekt i cili për ngrit standard, do të ngris fakt standardin jetësor të qytetarëve tonë për të krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Është një prej projekte më të veçanta dhe kjo është cilësuar nga zyrtarët e Ministrisë Zhvillimit Ekonomik që unë kam pasur takim, që nga pas lufta që shkon direkt në ngritjen e standardit jetësor të komunës të qytetarët të Republikës Kosovës. Konkretisht tani po flasim për qytetarët e komunës së Ferizajit. Nuk dua të flas asgjë për postën e letrave që keni ju dhe unë që i kam para. Është e vërtetë se kompania e interesuar italiane fillimisht ka ardhur dhe ka shprehur interesim dhe është përkrahur parimisht nga ky kuvend, dhe në atë kuvend ne ke prezantuar studimin e fizibilitetit për këtë projekt, dhe në cilin studim fizibilitetit ka rezultuar se kostoja në pjesën urbane të qytetit për projektin fjalë do ta ketë vlerën mbi 18 milion euro. Ose prafërsisht rreth 18 milion euro. Do të ketë punësuar kryesisht qytetit tonë në angazhim drejt për drejt të kompanive tona vendore për të realizuar këtë projekt. Studimi i fizibilitetit e ka dhënë qartë të cili është bazë mbi cilin është duke u ndërtuar dhe në fakt tashmë e kemi edhe projektin e detajzuar për 5 kilometrin e parë. Kem kërkuar që mos jetë e faqe, ne kem kërkuar njësia për zhvillim ekonomik dhe tjetë kompani
e regjistruar në sistemin ton të bizneseve. E ka regjistruar fillimisht si SHPK, duke mos e pasur qartë gjithçka që ka të bëjë me SHPK-n dhe çështë shoqëria aksionare. Momentin që ka kuptuar se shoqëria aksionare është një shoqëri tregtare shumë e avancuar dhe shumë e serioze në aspektin e organizimit, kompania në fjalë ka kërkuar që të shuhet regjistrimi me SHPK dhe të kalon në shoqëri aksionare. Njësia për zhvillim ekonomik ka prokuruar që të kalohet në shoqëri aksionare. Dhe në mbledhjen për Komitet dhe Financa, që unë e kam adresuar me SHPK, pasi që kam çuar dokumentet, është që regjistrua ajo kompani me SHPK dhe tash kemi vetëm një kompani dhe e Kosova Gaz SHA, kam kërkuar dhe është bërë që tjetë kapitali themeltar i përgjithshëm. Këtu është ajo që ne po diskutojmë. Nuk kem të bëjmë këtu me kapitalin i cili do të me kapitalin me cilin do të realizohet projekti. Vlera e projektit është diçka tjetër, vlera e përgjithshëm themeltare për një shoqëri aksionare është kjo. Besoni që akoma mirë se me një kompani e ka marrë limitin më të lartë për regjistruar një kompani në Kosovë. Shoqëria aksionare po të lexojmë ligjin për mbi shoqëri tregtare, që na ndoshta se kemi lexuar. Dëgjoj, ligjin për shoqëri tregtare ku hin gjitha me SHA, me shoqëri përgjithësi kufizuar është ai ligj. Dhe aty thuhet deciditivisht se kapitali themeltar minimal për një SHPK është 1.000 euro. 1.000 euro. Nuk thot aty shënue sa ki pare në bank, sa ki kitë kapitalin, por është kapitali themeltar i përgjithshëm për një kompani. Dhe nga SHPK që ka qenë 100.000 që ka mri limitin maksimal, ka kalu në shoqëri aksionare ku kem një kapital themeltar të përgjithshëm këtyre aksionarëve në 1 milion euro. Ju lutem, këtu mos e gërshetoni kapitalin e përgjithshëm themeltar me fuqin ekonomike financiare të kësaj kompanije. Merrni shoqëritë në Kosovë që regjistruan qoftë SHPK, qoftë SHA, e shiqoni se në statutin e saj nuk kanë më tepër se 2.500 aksione dhe vlera një aksioni 10 euro që është kapitali themeltar 2.500 euro. 10 euro me 10 euro në fakt 2.500. Okej. 25.000 pra atëherë. 25.000. Po e 25.000 që nuk reflekton fuqinë e asaj kompanije. Ne po flasmi direkt për një kompani e cila është zotuar se do të realizoj një projekt i cili ka një vlerë mbi 18 milion euro. Nuk guxojmë asesi ta ndërpresim, mos japim drejtën që atë projekt filloj të realizoj. Sepse realisht u krejt po diskutojmë dhe po thojmë që jo, unë nuk jam kundra investimeve. Mirë po, për qëtë gati, disa dhe po bojnë dalën dhe tallën me një investitor të huj. Qka nësa i ndëgjën këtë fjalim të unin këtu, dhe thot, jo, unë nuk vi me investor në Kosovë. Dhe raportet e investimeve të huja në Kosovë dalin për herë negative. Po e di, kush është ai trend që i vjen pa profit këtu? Edhe shumë mirë e ka thonë Medajini. Medajini e ka thonë edhe ne, ekzekutivi, kryetari komunës pas morët vendim për dhe në shfrytëzim, detyrohet që në projekt marrëveshjen që ne tashme jemi duke punuar në zyrën ligjore, të specifikohen çdo kusht që duhet i vendosmi në investitorit huj, edhe në këtë rast italianëve. Nuk është asgjë në rast se ne japim dhe japim afatin 1 muaj ditë me fillu punën serioze. Edhe përmena 1 muaj ditë me negrutu, në fakt, me lidh në kompanitë tona në kontraktuesit janë vendore dhe të punësojnë këtë punëtor të ri. Ashtu kemi specifikuar në marrëveshje. Le të presmi, që edhe unë po them që jo në anën e juaj jam skeptik. Po këtë skepticizëm nuk po du me reflektu sot, po për pres të reflektoj dhe të që pas 1 muaj ditë kur të japin në afat. Çka a ndërpresmi sot thojmë jo nuk të japim tokën
dhe ai negocim për 1 vjeti që ka bërë komuna jonë, me atë investitor, me gjitha ato interesime tije, me gjitha ato prononcime tonat, dhe doni paraqitohen se jo, ajo është serioz, mi ka fut 2 letra, edhe njëna me tjetrin në korrespondon, edhe nuk do të jap tokën, nuk e shoh që është serioze nga aspekti ekonomik. Nuk them edhe, po them edhe një herë, jam që ju të kërkoni nga kryetari i komunës që marrëveshja për investimin, pas marrjes vendimit, t'i ketë këto elemente. Të ketë kushtin ku do të filloj, të ketë kushtin që të punësoj këta që veti ka thonë që do të jenë, atjetër se do të jenë tonë këtë frizojt, e asë komuna tjera jo, dhe në rast se e shkel një prej kushteve, nuk du me lidhë me qera që lidhi parafolësi, ose ne nuk di me menagjur në është të thuhet në 3.000 qera, po të për menagjur një rastil. Po do tjetë kuvendi aj që të valuj roli me kryetar dhe t'ja mërë drejtjen, tokën nuk o me që në Itali, toka jetë në Brelez, aty ku është sët, veç ja morë me drejtjen edhe aj hes ka orë. Po t'ja opim shansën dhe se qytetarët me sondarë që kemi bën mbi 72% e pranojnë këtë dëshirojnë që këtë produkt ta kenë në veti, sepse në familjet e tyre ullet kosta jetësore. Nuk di çka ka dilemë këtu, e lutem edhe një herë, ky shoku Agron Krasniqi, po ky është ky person i cili ka adresuar këta njerëz në komunën tonë. Ky qytetar i Republikës Kosovës, për fat mirë nuk i ka qenë komunën e vet, po i ka adresuar në komunën tonë. Sepse nisma, mos kesh me ndërum, se si do bajgore. Nisma kon për Soharek. Aty ku e ka vendlindjen ky person dhe mendimin një shoku ti e ka adresuar në qytetin tonë. Kjo është një fat për qytetin tonë i cili pret se realizuar një projekt kaq kapital dhe kaq ndjeshëm dhe kaq mirë për ngritjen e mirëqenies të qytetarëve tonë. Faleminderit drejtor. Veç pak i lutem. Drejtor, mos tenton me paraqit një situatë se ne jemi kundër investimeve, kundër investitorit, e ti je në pjedestal për dhe me për të mirën e qytetarëve, krejt kem për, po rrjedhat e deri tashme na kanë shtime dyshu. Edhe prap jem për, kërkush t'ke kundër këto. Por realisht në bazë kësaj që ka ardhur deri sot, pa dyshime dhe mund të ketë dyshime dhe kem drejt me dyshu, se s'na ka ndodhur asnjëherë që na kanë thonë deri sot. Megjithatë unë jam për me mbyll diskutimet. Kështu në kuptimin, pa tham propozimin tim. Me kufizu një afat kohor dhe i kuraj duhet fillaj. Nëse vërtet është serioz, shifët. Nëse nuk e fillan, deri në datën kur ne japim me afatin, i ndërpritën, domthon kontrata ose vendimi i shfuqizohet. Përndryshe sa ta zgjat me diskutimin, ka të kem se nuk besoj që është kush kundër në mënyrë absolute, pas për në mënyrë absolute që Mustafa s'duhet më kon, se na pedim çka po ndodh në Kosovë, çka po bëhet, peshohemi për ditë Mustafa. Urna sa. Jo rreth investimeve vedim se peshohemi. Jo me të kundërshtuar se je bo nervoz si po duket, po mas pari ta hjekmi një dilemë. Nuk jem kundër investimeve, ta thom edhe njerë, nuk jemi kundër. Jemi për investime, jemi mi punësu 400 punëtor, por, zotni drejtar, e ke kry punën ti mas pari, pyetja është. Po thu kompania është zotu, ka bo be, po a me një kafe, apo me letra? Ti e di ma mirë se unë, jam i bindu që e di ma mirë se unë, se për qenë valide, për qenë e besushme një diçka, është dashur të sigurohen bilancet një kërku dhe pasqyrat financiare me posë kush është e kompani, a e ka vërtet këtë kapital, apo e ka vesh një çantë. Dhe të këtu është problemi, nuk është, mos të mojmë tash ligjerata, na ju jeni kundër, na jemi terë, ju jeni bardhë dhe zi. Jo, absolutisht jo. Nëse për 7-8 muj nuk keni mujt me siguru material burimor, të bindshëm, që kjo kompani është vërtet serioze dhe vërtet e interesume, atër qysh mund të flasmi. Ne sot flasmi vetëm me që të regjistrim shoqëri aksionare me 5 punëtorë.
Unë nuk muj me ngarku kokën tam atë ku e ka Selina në Itali, sa punëtori ka, çfarë bilance afariste ka. Do më thonë ka qenë detyre juvja, edhe si drejtor, edhe si kryesues i njësisë për zhvillim ekonomik, me kërku ato letra dhe sot me na bombardu neve me thonë që zotni. I kemi pas, po kanë qenë edhe atëherë dyshimta. Merë e ki ti sigurisht, e ki garancionin, qohet diku nëse del që është garancion valid, unë kërkoj folje publike. Ka qenë një letër që ai ka garantu vetë vetën e vetë. Unë e tha, sikur sot me thonë unë që Sajt Krasniqi ka me bo qito nesër mas nesër. Po am garanton mu e shefi jam, am garanton subjekti jam, am garanton kryesusi, a kryetarja, që është tjetër. Faleminderit Sajt. Urna, në më dhanë. Më duket po bëjmë zhurmë pa nevoj, drejtori e din, unë e s'pak e kumë thirë një 10-15 herë, sepse më lidhë me fshatin Brelesi e Livja, më një për tyne nga kurejsht e shtetarëve që kur dhe të filloj kjo projekt. Ja kumë spiku që është një projekt shumë e rëndësi, ju kumë thirë drejtor, qka ka në këtë matërin, në këtë qështje. Dhe më thonë, nuk është qështja që ne jemë të e pengu këtë projekt, është ta mon puna me pengu, dhe më thonë, ne jemi gjithë, po vërtet është një jo serizitet. Ta është këtu përshkruni, a i ka me 15 maj o registru, i ka 15 orë. Kur i punësoj 15 orë me 15 maj? Para dhe dite. Qysh 15 maj, 15 orë? Po jo, e tjetra, drejtoria tha, kër ka registru për herë të parë, i ka paraqit 100.000 euro. A se ka dita që të mi paraqit 1 miliona, dhe më thonë 100.000, tash 1 milion, dhe më thonë 100% është një ndryshimi madhë. Pra ndaj, bindna drejtor, bindna që është serioze, bindna, unë jemi pari që kam rëgjidurën, bindna që jemi të ba punë me një që është serioze. Ta mund punë na me qenë kundër investimi 18 milion. Vetë bindna, ma shumë jo. Faleminderit, Ramadan Asoni. Unë do latë the mendimin tem pa ndëgjuar gjithë shka kanë thënë dhe shka kanë menduar, për ndëgjaj këto diskutimet e fundit që ne nuk jemi kundër. Të deklarosh kundër, të deklarosh se si e kundër dhe veprosh kundër, ndaj që janë dy pozicione krejtë ndryshme. Veprimet që po bënë në komunën e Ferizajt, se përket investimeve, për kërështë se përket krijimit të ambientit për investime, vërtet nga një pjesë janë të damshme dhe të pahishme, s'paku. Unë rastisht kam takuar këtë ditë një person që ka ardhur për të interesuar për kushtet që ofron Kosova për investime dhe fatkeqësisht ne nuk kemi krijuar ambient mirë për investime. Edhe kjo pak mundësi që po na kërkohet, po dyshojmë. A kemi zgjidhje më të mirë në aparat pjesë? Hajde s'pja japim këti se s'jemi sigurt, s'pja japim këti X-it, s'pja japim një Epsilonit, i cili po na qenë ka maj sigurt. Ne asë një variant B për këtë investim nuk e kemi. I vetëmi variant është kë, dhe hajde ta provojmi. Nuk ka investim në botë 100% sigurt. Çdo investim e ka një rrezik, një risk me vete. Dhe por e jo na është që ne të krijojmë kushte. A do ta bën, as do ta bën, unë pajtohem me atë që kërkuat që të kërkohen kritere, të jepen kushte, jo si që është ndodhë, sepse kjo është diçka më serioze, të jepet për një dedikim dhe ta bëj për tjetër, ta shfryzoj për tjetër gjë, jo që të shkoj në pak ufe afati i fillimit punëve dhe afati i fillimit biznesit, le të definohet me një kontratë. Por të vazhdoj ku isha. Dhe unë i thash që kaj që ka mund të bëhet gati sot në Kosovë është që të shkosh në komunë të kërkosh një parcel për me të dhanë. Tha unë me një shtetë fëqin këtu, tha kam biseduar dhe kam ofertën. Por çdo të punësuar, mi japin ata 10.000 euro. Rrugën të asfaltuar, infrastrukturën rrugore, usjellës, kanalizim, gjitha deret e parcela. E ne nuk i bojmë ato, as i kemë për obligim i bojmë dhe s'mund t'i bojmë. E pse ne duhet me një vendim që s'na kushton bashkë kurgja, të shfaqim gjithë këtë dilemë se do të bëhet kjo puna apo s'do të bëhet.
Në qoftë se nuk ka me respektu kontratën, ky kuvend do ta ketë fuqinë çdo moment me ndërprej atë. Por unë jam absolutisht, edhe ky rast, edhe rasti më përpara që është politizuar shumë, dhe tash për fshati se kaloj për ditë, pronë fshati, unë nuk e di që mund të jetë pronë fshati diçka nëse nuk e ka paguar fshati ose nuk e ka në fletën kadastrale që është e fshatit. Dhe duhet mu pengu tash një investitor që është i brendshëm, që është i jashtëm, sepse duhet këtu me dal, po thuhet të bon fjallori i përditshëm me thanë për arsye politike, por kur janë në pyetje faktorë të rëndësishëm ekonomik, mos përdorim, mos tentojmë, se nuk përfitojmë. Unë jam i bindur që gjithë ata që tentojnë çdo formë direkte apo indirekte ta pengojnë këtë, nuk kanë përfitim asnjë kapital politik. Përkundrazi devalvojnë edhe vetveten, devalvojnë edhe subjektin, edhe devalvojnë edhe perspektivën e zhvillimit që po tentojmë t'ja krijojmë këtij kuvendi, kësaj komunës, vërtet këtyre qytetarëve, cilët na kanë votuar këtu, që të krijojmë kushte që të bëjmë diçka mirë. Është një shans bukur e mirë dhe nuk duhet ta humbim këtë shans, por vërtet duhet ta përkrahem një zërit, por me kritere që u tham edhe nga drejtori i drejtorisë, i cili është në njësinë e zhvillimit ekonomik më duket tash për tash, dhe i cili ka bërë punë, ka negociuar, ka shkuar atje, janë bërë do punë, nuk është bash pa kurrë kjo. Ne t'ja japim shansën, ti saktojmë kriteret dhe nëse del bëhet. Unë dëshiroj shumë e thrasat investitor që ta pranojmë shumë ballhapur dhe t'jemi të gatshëm, t'ja japim shansën të na i punësoj 400 njerëz dhe përfitoj çdo familje posaçërim këtë rast e qytetit dhe më vonë zhvillohet në përfshatra. Faleminderit. Faleminderit. Urna fare. Tash e morëm një informat që ajo firmë kë ka regjistru në emën në shpet të Ramadan Hasanit. Edhe ju lutem, për ka 10.000 euro me gjithë dikon që i jep një investitori unë i kisha morë se jep kisha dhonë ka 200 euro dhe tjerë më kishin metë mu. Tjetra kryesus o tha që ne nuk jemi serios, që nuk është e vërtet, asgjë nuk jemi duke kërku përveç një serioziteti përfaqësimit një firme. Në bazë këtij dokumentacionit cilin e kemi, une prap jap vetes drejt me thonë që është jo serioze, latin të vjetër kanë thonë na jep faktet, ta jap të drejtën. Ja, me dajen, që to fakte për mu nuk janë. Te kapitali, te ligji për ndërmarrje tregtare na e dim. Ç'është kërkohet edhe çka kërkohet. Nuk jemi të kërku kur gjë tjetër, përveç informatave cilat duhet me qenë. Fatkeqësisht, na kemi x raste, e kemi edhe shumë ndërmarrje që ju ka bi bari aty në ndërmarrjeve cilat ja kemi dhonë edhe nuk jem të punu kur gjë heq. Edhe për këtë arsye ne mendojmë që kjo firmë ka qëndosht me i prezentu të dhënat ashtu si që janë. E jo në këtë formë, për me navu neve në dyshim, ne e kemi prit që për këtë vetë tjetë në funksion, do të të kyqen gjithë në shfrytëzim të gasit, që është absolutisht e mirë, nuk ka askush asgjë të kundër kësaj, mirë po ne kërkojmë një seriozitet prej atyre investitorëve. Fatkeqësisht na kemi investitor, do të thotë në thojza, që thojnë që po vim ne këtu edhe do ta investojmë këte, edhe është një parcel absolutisht prej 3 hektarëve për 99 vjet e cila i jepet. Merrni me mend se është shumë e levërdeshme aty, është autostrada tash që do të bëhet, e sen edhe për këtë arsye është shumë me vend për mu i dhon dikuj. Faleminderit. Faleminderit. Do në replikë një kalip, vishpa. Të ngohet një çështje se Selin e ka të regjistruar në
shtëpinë e Ramadanit, po mdo këtë është kjo një kërkesë tejet banale. Është tejet banale se çdo kush do të regjistrohet dikun, do ta ketë një zyre, nuk kemi na më prona shoqërore, shonat prona shoqërore kanë ecën, kanë shkuën, dhe pse ka pas asaj vendin më të përshtatshëm dhe ka pas zyra që kanë regjistruar, kjo asnjë pengesë nuk është. Prandaj, të pengosh ta me këtë motivacion se ka qelë zyrën këtu, për mua është thjesht banale. Kërkush bes këtë e penguar vetëm. E keni nis me dalë tash pa mon leje, po. Jo, po ja ti marrë përpara tina, po unë jam shoqërati. Më të vërtet është shumë për të habit qëndrimi i shefit grupit, pasi nuk e di kush ja ka përcjell ati, po e tha kështu që unë duhet i drejtojmë atij. Ka është e informat që është regjistruar e film që unë as nuk e një asë një person, as një aksionar aty që janë shënuar, dhe as nuk e di kush janë, as se jam, as i kom të gjukor, çfarë qëllimi është kjo, unë e thash që kam takuar shok i cili ka këto kushte në vendet e regionit. Ne s'mund t'i bëjmë ato kushte. Unë qofse s'm keni kuptuar sepse jeni kufizuar në qëllime të caktuara dhe jeni verbu me pa çka është mirë, unë nuk ju kam faj. Dhe doni me pa vetëm keq sepse është dikush në qeverisje. Mendoj që kjo çështje vërtet këtë çështje nuk e meriton një përfaqësues i popullit. Çështja e çdo të zgjedhur këtu duhet të jetë perspektiva e zhvillimit të këtij vendi. Ne po themi për çdo ditë që kemi probleme me papunësi dhe dalim këtu themi nuk e bëjmë këtë, nuk e bëjmë atë. Nuk hapim këtë parcel se hapim këtë parcel. Ju lutem, është një shpifje se është ajo firmë regjistruar atë, as nuk është adresa ime, as nuk është. Unë me pas mundësi kisha me bë, po nuk kam pas mundësi me bë sepse me pas mundësi me prunë investor, jo 18 milion, por 180 milion që investon. Por derisa kemi këso njerëz, siç po paraqiten këtu dhe fatkeqësisht kemi gjithku në Kosovë, edhe në qeverinë tonë bile, që bojnë këso farë shantazhesh ndaj investitorëve të huaj për atë arsye se kemi investime të huaja. Dhe nëse kemi këso paraqitje, do të kemi pak investime të huaja. Faleminderit. Zoti Etem. Unë në fillim u shpreha se jemi pra. Kërkon nuk e ndëgjova këto që ishte kondër. Por edhe thash në fillim jam skeptik për shkak se 6 vjet kanë kalu që ky drejtar është. Që kjo udhëheqësi komunale është. Hajde cili program që na e kena dhënë pëlqimin edhe ka kalu, edhe është realizu. Urnoni, numrani, cilët. Prandaj, skepticizmi, dyshimi, mosbesueshmëria është shumë e vend. Nuk e pata njetë me diskutu, mosdorimi i drejtuorit të mështinit, ma shumë i zavens ministrit. Ma shumë i zavens ministrit. Shpreja e ti është totalisht e gabueshme politike. Kë po na thot se këtu na disa njerëz këtu, ose që kjo përbamje jem kundra zhvillimit ekonomik. Ma zotnin, nuk është ashtu. Të lutem, kush janë ata individ, urno përmene me emën e me mbi emën. Me emën e me mbi emën. Por duhet me qenë me argumente, me fakte, me i thonë dikujna që je kundra, ose ka qenë kundra kësajna. Prandaj, moni, nuk po krijohet në opinion, kur farë dyshimi. Në opinionit po i tegohet që 6 vjetë që kjo përbamje, sa herë na është thonë, me nguti, pa nguti, me regull, pa regull, i kemi qu durt, i kemi qu gishtat, kemi votu, edhe në fund jemi akuzu për drejtojt, se ne kemi qenë shkaktar, programi i armaturës, përpunimit armaturës, ka shku në suare, që së është e vërtet, absolutisht së është e vërtet aja, edhe kur s'ka qenë e vërtet. Prandaj, kë po thot se une, se di që shpata durim me ndigju, ma zotni, se kur i ke mësuti dosene, për zhvillim ekonomik, disa tjeri kanë harru. Që ato dije, mirë. Prandaj, ki kujdes, qysh po sillësh ndaj delegatve, edhe të zavens minister, të lutem, duhet një matë fjallë, jo me ngarku e njerëzit me atë shka s'ka. Kërkush këtu,
Unë nuk e ndëgjova që është kundra. Çdo njeri kërkoj një spjegim real, një spjegim objektiv, edhe një garancion që nesër do të realizohet një program, neve edhe 5-6 muaj, ne s'ka dalë mandati. Asë një program, 6 vjetë, dikush 6 vjetë, dikush 4 vjetë i kemi po qëtu. Prandaj, mani kështu. Faleminderit zoti Ethem. Ja, da në replika pëta? Hajde. Krejtë angazhimi im edhe në këtë rast edhe drejtorit, është mu për që të arsye që për thoni që nuk janë realizu. Po me të vërtet nuk kanë më realizu programe nëse ka me pas të qasje. Unë nuk për drejtojnë në tërsi, për drejtojnë që atyre njerëzve që për qesin lloj iluzionesh dhe mundësish për të mos realizu këj program si arsye se ne duhet të zhagitin punën. A me ndoni që aj njeri ka met vetëm për qëtë projektua? Që është ai njeri, aso që farë të prezentuar këtu, nuk ka më armë në lutë neve që po vi se unë s'kam bukë në goj, apo s'kam biznis tjetër. Ne kem nevoj për atë, jo aj për neve. Dhe nëse ne kem nevoj për atë, ne duhet të kem qasin tjetër. Ne po paraqitim i sykur, na jemi ata që duhet me zgjedh, na i thojmë këti investitore, hajde, ti mës hajde, kë na duhet, a që na duhet, këti që jesim këso kriterë, ati që jesim aso kriterë. Jo qështu se, unë e habitëm pak për tejet personalisht, edhe për sahitit, për tjerve jo shumë, por ju si ekonomist, edhe që i thoni vetit, edhe dishëm, edhe me një të kaluar bukur të mirë, edhe bani që sa farë pangesesh, por le ta ketë se ta ketë, por nuk mundë me pranu këtë vlerësim të parafolë që tim. Po jo, dush me pranu se ka përmisht këtë deklaru. Ju lutëm, vish pak. Ka dalë bre, ollo. Krejt kini me folë sa të dalë, te i nesra, esh më së mërzit një. Zymria ka li fjollën, urdo zymria. Po bre, kime të orë replik që tash. Ja, se hubë, ja. Po dhe kja replik, për lip. Faleminderit kryesus. Për momentin u kriju një huti në kuvend. Kërkojnë nga drejtori, në ta shtynë për një avdet, në ta fi kuvend jashtë zakonshëm, në të skjaruhen sa në të mirë qysh janë, ose nëse dikush është përfitus, unë e të votoj me vetë dije, nuk e lejoj vetës. Sariti. Ma që e tema, da të replika ju. Unë seriozisht kërkoj falje që po në bjenë shpesh me dalë, po e falenderoj Danën që ma përmene emne dhe ma dha mundësin, por nuk kem nevoj për aspekte moraliste këtu, as për teori, as për kur gjo, unë e kry detyrën time. Nëse grupi jonë ka ronë ndesh me ligjin që e ngarkon antarin e kuvendit, këtë drejt në thosh se jemi jashtë detyrës. Detyra jonë është kjo. Jo vetë që jemja, po është edhe jotja. Dhe nuk po hym kush qka dhe kush është tu e pengu, kush e ka pengu dhe pse e pengon, se ne jemi në Ferizaj dhe e njofë me njeni tjetrin edhe para 20 vjetë kush kujnë e ka shërby, edhe para 25, edhe para 10, edhe para 2 edhe sot. Pra ndaj keni kujdes, mos t'i fym njerëzit, veçanërisht ju që jeni zëvendës minister, dhe nëse bazosh në te, unë ja veti drejt, me konkludu se plotësisht kom të drejt, me dyshu, për faktin se për gjdo dit, edhe në televizion, edhe në shtypin ditor, i ki afer mas afere. Ki kryetar gjyqi, ki gjyqtar, ki prokuror, ki polic, ki minister, ki zëvendës minister, ki drejt që dhe të birin, dhe më thonë që në lanë me dyshu se vërtet na kem të drejt me kërku sharime. Dhe ne nuk jemi kunder, dhe nuk jem të vepru kunder. Unë e di qka është deklarimi dhe qka është veprimi. Na plotësisht e kem të përputhun edhe deklarimin edhe veprimin. Zotni, mush ma menen mu, bindu mu e ta bindi vete nëse është në regull. Si jem kunder dan, absolutisht jo. A ka ven, për dyshime ka ven, se ka mangësin material. Edhe u kry këj muhabet, nuk kem qka diskutojmë. Nuk e kem na materialin për para që duhet me vendos për 99 vjetë për 3 hektar tokë. Ku në du që ty në t'ja vjefsh për 99 vjetë 3 hektar tokë për mi punësu 5 vetë e morin me nërë, s'lon me dollë të dera. Prandaj,
Ky është problemi dhe mos të hymë ka shamje. Faleminderit zotin kryesues, të nderuar anëtar të kuvendit, bashkëqytetar. Zotin kryesues, po shoh që ka filluar situata të nxehtë rreth kësaj pike të ditës, mirë po s'janë as më diskutu. Vazhdo. Ju lutem, lëni mohabetet. Mendoj që pranë vete kemi dokument të rëndësishëm edhe po hapmi një pasuri shtetërore të komunës tonë, hiç më pak se 3 hektar tokë dhe mendojnë që këtë drejtim ne duhet jemi të kujdesshëm dhe të zhvillojmë një debat të mirëfill, demokratik, të pranueshëm, edhe besoj që duhet të na hyjë punë për interesin e përgjithshëm me më pak për poenta politike. Unë nuk e po ta një të ndërmarr fjalë mirë, po sinqerisht ju kolegët e mi u motivuat pak me dalë për me marr, mirë po du me ndru qasën pasi që gjitha mundësit edhe gjitha vretit e sugjerimet u thanë edhe nuk në mbetet edhe neve tjertë që nuk kem fol fare në foltore për me shprejt diçka tre apo me dhonë do një këshilë në cilësin e këshiltarit komunal për shka jemi edhe thirun. Po zoti drejtor, nuk du të mirë me këto këshila apo këto sugjerime dhe vretit që përjapin këshiltarit pa ka farzemrës edhe me unervozue edhe me jedhon përgjegjet në këtë formë, mandej edhe delegatët se vetëm shka po zhagojmë këtë proces, bili u propozu që për këtë pik tirë me ditë edhe një seancë jashtëzakonshme për ta shqyrtu. Po ne, unë spaku, po thëm vetëm për vetë vetën, unë po du me e votu, po du me përkra këtë pik 30 ditës, vetëm se po du me qenë i sigurt. Po du me qenë i sigurt, edhe nuk po du me qenë dështim. Që kanë thonë për para ta pleqit ta hekmatutën të po ta fali kalin. Apo kuptan? E ne vetëm po friksohemi edhe po dojmë me hesë në hapat sigurt, sepse po flasmi për një pasurit madhe shtetërore, për 3 hektar tokë. Mandej, ne po i shohmi të mira që qyteti jonë, qytetarët tonë do të përfitojnë me 400 vendet të reja pune. Sot do të jetë kjo sigurt. Ma mira për të mira, sot do të ishte e logjikshme që komunat krijon të një marrëveshje, apo para marrëveshje, t'i afron të kuvendit një garancion që sot ne nuk do të diskutoheshmi as gjatë për këtë pikë 30 ditës, po do të ishmi shumë sigurta pasi që dokumentacioni ka ndruar prej një firme, sot po bëhet fjalë për një firmë tre, por spaku ne nuk jem kundër. Jem për me mbështet, vazhdohet me pat si donator, pasi që ndoshta edhe nga natyra jo nuk kemi mësuar me pat donacione të jashtme milionëshe. Ndoshta edhe kjo po na habit. Po si do që të jetë, po, investime do të në fushën e ekonomisë për të mirë në qytetarë zakonisht. Po kuptohet që mirë, po drejtor vetëm informata shtesë, me argumentet qarta që ne në bindni, do të thotë që ky investim ka me qenë i sigurt, nuk ka me qenë investim i dështuar, edhe ne e përkrahemi absolutisht nuk kem asnjë vërejtje kur gjë. Na gëzon ky fakt. Faleminderit Harije. Në rrëth por, zoti kryesues, pak e kuptime një vërejtje çka është edhe me ven, por të njëjtën çështje thuhet në rregullore se s'kam drejt me debatu 3-4 herë për të njëjtën, edhe plus replika në të vlen për të gjithë, një sekond apo një minutë që është në rregullore. Edhe më të vërtet këto bisedime që unë dëgjova sot se nuk hi sesion ekonomiste me debatu shumë për ato, po i kemi gjonat e kjarta. Zonën e Babushit e kemi dhonën kur ka qenë zoti Said Krasniqi. Atëherë në pushtet. Një gjë e di, e kemi dhënë, e kemi nisë edhe pa probleme, pavarësisht se s'ka dol ashtu nuk ju ka përmbajt kontratës. Po, absolutisht, vesh një, jo, më shumë, Adem Saliu ka qenë pushtet si jo atëherë. Pavarësisht, pushteti jo, edhe piveni s'ka nevoj. Absolutisht kontratës nuk ju ka përmbajt, e dim shumë mirë me atë kontratë që kemi që kemi dhënë pëlqimin kuvendi, mirë po s'do me thonë se me sabotu një punë. Edhe një, po thëmë, po ndëgjoj, po vjen shumë që sharoke me kërku siguri. Une nuk e di dikun bëtë që ka siguri absolute. Në që se ndodhë dikun, hajde më thot dikosh. Siguri absolute për diçka që ka. Jo. S'mundet me pos për asgjë siguri absolute. Mund në biznes, edhe ne vetë personalisht, muj me fillu, muj me dështu. Po edhe një është, se kur për merë një atë tokë, do të merë, do të shkull një Italia, po ku me ditë këtë do të qënë. Pa jo, tokë do tjetë këto.
Na jemi ape që do t'ja morëm, si jemi t'ja folë. Prandaj diskutimet më të vërtet se edhe mbrenë se për çdo ditë. Për çdo ditë jo, për në ashtë një dëgjoj intervistat e opozitës të i qojtë hollin e qytetarëve, marun, skan, ashtu kështu tash i pengojnë punë. Apse po bëhet, apse s'po bëhet. Gjon e mesin dikon. Hajdi, faleminderit shumë për këshillat edhe sugjerimet, edhe kërkosh lypje që cia për aksi siguri absolute, po si absolute, a? Se ka përmend kërkosh ti e para. Faleminderit shumë. Ju lutem. Lëna të me diskutu. Urna. Faleminderit kryesues. Në fakt s'deshta. Ju lutem. Në fakt s'deshta me diskutu, po është që realisht janë parashtruar disa dilema rreth kësaj pike. Edhe realisht është mirë me fol për secilën dilemë veç, për me thonë troq. Kërkesa është bërë në emër të firmës EFEG, ndërsa kompania e regjistruar është Kosova Gaz. Unë besoj që kjo duhet mu sqaru sakt që toka duhet të jepet Kosova Gazit. Se nesër ne kemi punë me Kosova Gazin dhe ka i siguron investime tjera Kosova Gazin është një çështje tjetër. U ngrit dilema rreth certifikatës së regjistrimit. Certifikata e regjistrimit për një biznes, unë besoj që gjithë dim se sigurisht kemi pas përvojë krejt. Nuk është e domosdoshme edhe nuk është e nevojshme më shkru numri i punëtorëve që kemi pas në të ardhmen, sepse ajo është një parashikim që mund të më qenë i gabueshëm. Një biznes mund të regjistrohet brenda dite me një punëtor. Në këtë rast, që ka formu një shoqëri aksionare e cila ka punësu 5 edhe ka mujt një punësu qatë ditë që ka hop firmën dhe kjo nuk paraqet kur një farë dileme. Te puna e deponimit mjeteve në 1 milion euro. Unë nuk e di që me legj është e kërkuar që me qenë 1 milion euro një shoqëri aksionare, ndërsa një firmë e thjesht nuk është e nevojshme as një cent me pas në xhiro llogari. Domthonë të mundesh me kriju një firmë, një kompani me perspektivë, po që nuk do të me pas as një cent në llogari sepse të jetë formuar për me pas pore, domthonë në atë biznes. Por megjithatë, siguria që po kërkohet për që kjo kompani me ofru siguri deputet të nderuar, unë besoj që ju e dini që një garancion bankar, një deponim i mjeteve kaq të mëdha në një bankë, në çfarëdo banke është shumë i kushtueshëm. Një garancion bankar për një shumë të deponuar në bankë, në bankat e Kosovës që është me vlera mjaft mëdha, është 0.5% mujore, që i bie 6% vjetore. Dhe nëse deponohen 18 milion euro, që ne me qenë sigur që ky investim do të bëhet, ati do t'i kushton të 900.000 euro, 1 milion euro në vit. Domthonë për një garancion bankar, të cilën ne po kemi qef, po kemi dëshirë me drejt për me qenë sigur që ai investim do të jetë i sigurt. Realisht sigurinë për realizimin e kësaj kontrate, e kësaj iniciative, na duhet me precizuar kontratë. Kontratën nuk e ban kuvendi, po e bojnë organet përkatëse brenda komunës. Dhe në atë kontratë, unë kujtoj që mund të precizohen shumë sakt. E jona është sot, nëse del në votim, zoti kryesues, me vendos a ja japëm, a si ja japëm, edhe një kusht themeltar, që me obligu drejtoritë gjithsesht kryetarin, që me caktu një afat caktum, jo të vogël, që po flitet 1 muj, 2 muj, se është një investim shumë serioz edhe në ndërtimtari ose në investime tilla, një ditë, 1 muj, 2 muj janë kushtimisht po them banale, se veç organizimi 1 muj t'i merr. Prandaj, unë them që të shkojmë me çdo propozime. Këto dilema që i thash, nuk besoj që duhet me pas, mos ngrit një dilema kot, se unë kujtoj që janë veç pengesa me drejt. Frika është me drejt, absolutisht. Por na duhet me provu që kemi një investitor serioz, është fati joni, krejt dilemat, krejt sigurinë e kërkojmë përmes kontratës. Funi funit, ai edhe kur e ka dhënë që garancionin e mirëbesimit, se nuk ka dhënë ai garancion bankar, se po ta jepte garancionin bankar para 6 muaj, 7 muaj, aty do t'i kushtonte 500.000, 600.000 euro deri tash, që normalisht s'ka operator ekonomik në botë që e ban një gjë të tillë, po
edhe sot kur të vërtetohet një pronë, një kontratë vërtetohet te noteri me deklarata. Edhe ajo është përgjegjësi, pastaj e rrug përgjegjësia përmes gjyqit, përgjegjësia juridike nëse e realizon atë çka e ka nënshkruar te noteri, që në këtë fakta e ka bën edhe normalisht që ka rrugë tjera juridike që mund ndiqet një operator ekonomik i jashtëm që ka gënjur ose e ka mashtruar një kuvend ose një komunë. Ka të kisha Resus, faleminderit. Faleminderit. A dëshiron dikush tjetër? Do më thonë, dëshiron dikush tjetër të diskutoj. Atëherë kështu në radhë pore kem një dilemë që gjithë e kemi po edhe e thamë shumica, a jipët kjo tokë firmës që e ka biznesin e regjistrum në Kosovë, a jipës investitorit e feqi. Kërkesa është për e feqin. Kënena e kemi një biznes tjetër që me letra flet këtë diçka tjetër. Këto duhet me definu. Edhe duhet me definu afatin kohor, sepse na e kemi mon një vendim për e lexoj. Edhe sigurisht që qysh na ka prezentu ka qëndosht të filloj punimet, sigur të kishte fillu, se e ka pas një pëlqim parim me vendim të kuvendit. 3 hektar në parim i ndohen firmës e feqi me vendim të kuvendit, qëto. Me pas filluaj që 7 muaj, kur e kena mon në këtë vendim, sot s'kishmi pas ketë me kënaqësie, me gëzime, e kishmi votu këtë farë vendimi, shqyqërzote që ka fillu një punë e more e mirë për interes qytetit e qytetarve, të komunës e gjithve. Kjo s'ka ndodhë dhe i sot. Po pritit edhe pëthut se ka me ndodhë, ka pas me ndodhë thonën, po e zonë jo vënashme. Me gjithate, është propozimi jemi që të limitohet koha. Nëse nuk vazhdohet me investime, ti ndërpritet kontrata. Propozimi jemi, nëse pajtoni, nëse jo, edhe atë maksimumi 3 muaj. Maksimumi. Nëse, bile logikisht ka qenë 1 muaj, po propozimi jemi është për 3 muaj, mas 3 muajve, nëse nuk vazhdon me punime, me investime, të ndërpritet kontrata. Dyshimet për mendimin tem kanë qenë bazume për shumë arsye, edhe absolutisht s'ka drejt kërkush me thonë që nëse shprej dyshimje kundër investimeve, dyshimet kanë qenë bazume sepse është prezentu që ka me fillu me ne në ndër, s'ka fillu. Dyshimet pastaj mund t'jenë prap shumë të mëdha për faktin pse i regjistroj 2 firma. Kush është nini me regjistru 2? Njo ka mujtë me regjistru. Po, pilon këto gjona. A pajtoni që ta votojmë në parem, jo në parem, po të morë me vendim, që në fatë prej 3 muje, nëse nuk... Ja, shumë e në 3 muje. Jo, dëgjo, sajt. Edhe nëse nuk e morë me për 3 muje, atëherë është ma mirë mësë me morë heqë. Nëse së fillon për 3 muje, për shka për jepë? Nuk jam be pak me fillu, jo me... Vish pak ta përfundoj valen të nësë është problem. Propozimi e më është në fatë prej 3 muaj të fillojnë punimet e investimit për gazin që do të furnizoj qytetin e Ferizojt me gaz ngros e së është beransi. Edhe t'i hapët rruga, ju lutëm, edhe t'i hapët rruga investitorit që më së thërë dikush që vëlla për e blokon. A pajtoni? Nur në për drejtar. Po mbje me përsërit vëq ju lutëm, unë po flasë me fjallë drejtorit që është drejtorit. Drejtorit më ka thonë, në të honën do të me morë vendimin se në të honën e anisë. Nëse është qështu, 3 muaj i ka shumë, jo pak. Dëgjo, qështja, Kresus, qështja e afatit, duhet me specifiku dhe diçka të imra në afatit. Po kërkojmë 3 mujoshi dita e fillimit, apo kuptohet për mëna 3 muaj të realizoj një projekt i cili ka një plan dinamik. Ja, drejtar, fillimi i punimeve, e mund me zot me 3 vjet. Unë thash, duhet me specifiku, se unë to e di për sa. Investitori italian është i gatshëm se po kishin disa. Vjen mirë, po vjen keq që stas diçka që u dash më thon.
Investitori italian është i gatshëm të fillojë dhe ka kërkuar që me datën 2 qershor të fillojë inaugurimi i fillimit të realizimit të projekti. E thash edhe në fjalimin tim, 5 km i por tashmë është i gatshëm si projekt detaj. Ne, kryetari i komunës, ka shkruar një letër kryeministrit që edhe kryeministri të jetë prezent në ditën e fillimit. Po ne e kemi prolonguar këtë datë, veç ne si komunë, edhe pse ata kanë kërkuar me datën 2, e kemi prolonguar për një afat jo gjatë, shkurt. Afati 3 muajor mjafton që të jetë afat optimal për fillimin e realizimit të projektit. Nuk po du me kërku as 4 as 5, se mas që ti 3 muajor edhe unë jam maj që ka me kërku me ndërprijet kontrol. Do thot, le tjetë afat 3 muajor, afati 90 ditë të fillon punën realizimin e projektit për shtrirjen e rritit gazet në pjesën urbane të qytetit. Faleminderit. Urdhë Elber Posedi. Kjo ai gor, o dan çe ko vet, o dan. Po na ju regjistru kusto. Ma në fund të mendoj që erën të një zgjidhje, një dileme kam, është bo një test për një organizatë jo qeveritare së di vitin e kaluar, edhe ka dollë që një firmë prej momentit kur fillon me apliku, dhe në momentin kur fillon me ushtru profesionin, do më përshkak disa procedura burokratike që më bëhet qoftë për ministrive ndryshme, qoftë për agjencionet ndryshme, shkon dikun ka 18 muaj. Mos bosh nisni e ka regjistru, pa i ka me morë pëlqim për Ministrisë Ambientit, për ndodhjet të ambientit, ka me morë 100 pëlqime tjera dhe ta fillon veprimtarinë konkrete. Mos po e detyrojmë një investitor shumë serios, që për shkak zagitjes procedurave që nuk është fojtina, kërkoj sharim për i drejtorit që të. Për i drejtorit po kërkoj sharim, që të se edhe ma profesionalisht. Spori dhe dileme... Po mos e bani marak, se kje s'ka me ndodhë, për në për javme. Urna... Na jeki dilemat, kryesuesi. Është vërtet që aja kompani tash ka aplikuar për më licencu, ka aplikuar për me marrë certifikatën e doganore, sepse do të importoj mjetet gjitha këtu nga Italia. Do të merë një licencë të emergjencave, pasi që është një projekt pak më specifik. Dhe krejt këtu, unë e besoj që mrena një mujorit do t'i përfundoj. Po nuk e pengon fillimin e ngritjes depozitave, në rast se edhe kjo është në proces për mu pajis me ato dokumente. Po në qovë se ju e shinje që t'i jep një shans tjetër t'a boni 306, prap nuk është keq. Po unë fillimisht nuk o keq për në relacion me investitorin. Sepse më shkoj me një cenzur, po të avim vendim, po veç për në mëna 3 mujtit, se nuk është e mirë, po në dëgjohet nga investitorët e huj, se ne japim vendim për më në shfrytëzim, po japim afate shumë shkurta. Unë e pra po them, po dalë në anën e ti, se kam negociu me ta, edhe mëna 3 mujt ata do të fillojnë. Por nuk o kom ke që të lejojmë deri në 6 mujor. Tjetë 6 mujor afati optimal për fillimin e punimeve, duke pas parasysh edhe të dokumente. Po dhe 3, jam edhe për 3. Faleminderit. Kështu, ju lutëm. Unë besoj që i shterëm gjitha diskutimet. Kush është për dhënien shfrytëzim të tokës në sipërfaqe prej 3 hektarëve në parcelën 1064 viz në jo firmës e feqë, si shkruan këto, po firmës Kosova Gaz SHA. Me kusht që në afat prej 3 muje të filloj punimet për investimin e projektit që është dikon mbi 18 milion. Kush është për? Po unë e për propozoj temen, kush do me aprovu, tani kush s'do për mu e bja falnja, pësa kush do mërzit. Gjithë kanë mendimit edhe diskutun që t'i kufizohet koha në 3 muj. E drejtorit ke për 3 muj, pas ta hajde ja bëjmë 6. Nëse ju gjithë i kini ro pishman, shka kini fol, bini pishman gjithë ditën se unë s'jam ka mërzit në fore.
A jeni? Kush është për? A ka kundër? Jo. Abstenim, s'ka. Do me thonë është morë vendim që t'i jepet firmës Kosova Gaz, jo firmës e Vegjë. Faleminderit shumë. 45 minuta pauzë. Se një orë valorë. Sa është ora be? Në ora 2 më këthyje, 14.